Në raport me gjeografinë e planetit ne jemi fshat. Por vëmendja thjesht nga ajo që u tentua të përdorë, tregon që tashmë qytetarët shqiptar flamingoja që duhet larguar nga Shqipëria është Edi Rama. Ajo zyrë e pushtuar nga ky kryeministër, ato zgjedhje siç u bën, le të themi, njëkohësisht tashmë kjo është e harmonizuar dhe me ngjarje të tjera të shumta, do thoja. Është historia e trafikut të drogës, e dosjeve të mëdha, dosjeve që janë ndërkombëtare e jo kombëtare. Për ato nuk e di kemi kohë apo jo, se në këto momente duhet të hetojmë review-t negative. Po nuk besoj se është review pozitive edhe kjo, kur ne jemi bërë lajm ndërkombëtar për trafikun e drogës. Pra, nga Amerika Latine, në Europë, kur bandat shqiptare janë fuqi narkotike në nivel global, unë nuk besoj se kjo është një fletrofej pozitive për Shqipërinë. Është pikërisht kjo që ka quar kjo. Dhe historia e Zvërnezës ka ardhur duke hetuar trafikun e drogës. Këtu kemi dalë te kjo dosje. Dhe në fakt, nuk besoj se tash policia e shtetit do të fokusohet ndryshe, por policia digital Skënder Hitaj do të hetoj, le të themi, Google-in, Facebook-un, Instagram-in, TikTok-un, ndërkohë që shef ka në rrogun. Pra janë ta histori të cilat defokusojnë rolin e policisë shtetit, ndërkohë që do ishte mirë që ky ndryshim, gjëra me pritje pozitive për rokatën e policisë shtetit, ne të kishim të kërkuar që në lidhur me pushtetin, me krimën organizuar dhe me politikën, të ishin qeli, mos ishin për zona VIP turistike, por në Durrës, në Tiranë, ata që kohën lirisht. Ata nuk i prek askush. Dhe kjo është detyra kryesore kur ti ke dështuar në 3, 4, 5, 6 muaj të arrestosh njerëz të cilën BKH-ja më pas i arreston brenda një jave. Kjo tregon që brenda strukturës ka talashe shumë herë më të mëdha se këto historitë e Facebook-ut dhe digjitale që ata janë turur, le të themi, me polisi partjake. Nuk është detyrë në ligjit policisë shtetit me këtë qoka. Krimi kibernetik është një histori në vete, njëkohësisht meriton vëmendjen në kuadër të terrorizmit dhe të luftës së re, le të themi, të mafias, por Shqipëria ka talashe të tjera. Shqipëria ka halle të tjera për krim organizuar, për korrupsionin. Nuk e di ku janë dosjet e korrupsionit të strukturës posaçme që nga ardha e zotit Brau në detyrë. Nuk kam parë në dosje zyrtar apo politikan dhe pushtetar të hetuar për korrupsion. Si mende për ato Taltin Dumani. Po ata janë duke u figur në një farë mënyrë. Kur ne kemi prej 6 muajsh, kur struktura e posaçme kishte më pak prova për Belinda Ballakun, kishte më pak dëshmi, kishte më pak, le të themi, volume hetimore, dërgon një kërkesë në këvend. Tani që ka më shumë, nuk po dërgon. Ndoshta shtatori është, le të themi, sezoni i BKH-s dhe i Spakut, po këtu nuk shkohet më me ndoshta. Janë shumë ngjarje të tjera të cilët ku shoh që turren këta të KPK-s të KPA-s që shkojnë gjithë për t'u marrë nëpër gjykata. Dhe kjo gjëja janë një tur pa dietë, ka thënë dorëheqje gjysma gjykatës administrative sepse kanë konflikt interes me njëri tjetrin, kanë emëruar njëri tjetrin, kanë sharkuar njëri tjetrin. Pra ka një kaos në lëmin e drejtësisë, të cilin është edhe ky fokus i kësaj proteste. Është edhe ky shqetësim kryesor i protestës. Njerëzit dalin ka 20 vite që nuk marrin një vendim në drejtësi.